Dekorimi nga ana e presidentit Bujar Nishani i 67 anëtarëve të ekzekutuar të ballit kombëtar ka shkaktuar debat në parlament. Dhe pas zëvendës ministrit të mbrojtjes në to u përfshi edhe kryeministri Rama që replikoi me deputetët e opozitës. Unë jam e Partizanin, nuk jam e ballit kombëtar. Jeni pasardhësit e lavdishëm të renegatëve dhe tradhtarëve të ballit kombëtar. Keni shumë të drejtë i dekoroni sepse jeni njësoj si ata. Imat ka qenë partizan. Nuk e dia ka qenë ytat, nuk besoj. Do të turprohesha sot, qofse Imat do të deklaronte ato që theti sot tu. Edhe Memetçeu vetë, për aktin që kreu me ekzekutimin e 63 antarëve të ballit, kërkoj ndjes, e quajt i gabim, ti mburresh me aktet e Tuteti për pushkatimin e poetëve. Që ngedhe djalë partizani përveç tjerash. E ke shumë të qartë ti se çfarë kam unë dhe çfarë ka ky popull parasysh kur flet për ballin kombëtar. Se ka pasur gjirin e ballit kombëtar, patriot dhe nacionalist të ndershëm, këtë nuk e ka vënë në diskutim askush, përveç Saliut. Por që ju jeni pasardhësit e ballit kombëtar të shefqet Musarajit, kjo nuk ka pikë dyshimi. Replikat vazhduan edhe për gjendjen që po kalon sektori i bujqësisë. Kryeministri Rama foli për rritjet e eksporteve bujqësore, demokratët për rritjet e eksportit të kanabisit. Ju jeni thjesht një cirk që argëtoni njerëzit në fshat, kur ju thoni ju janë rritur taksat. Çfarë taksash janë rritur në fshat? Po, fshatit i rritur rimbursimi i TVSH-s mbi prodhimin bujqësor. Ju e kishit 6%, ne e kemi 20%. Referoju shifrave të eksporteve bujqësore, më të lartat ndonjëherë. Po, është rritur eksporti i kanabisit. Në 2 javë, 20 ton kanabis të eksportuar, po themi, jo të trafikuar. Ky është realiteti i bujqësisë të zotërisë. Flisni për kanabisin sikur jeni konsumatorët më të flakt të kanabisit. Sikur jeni nën efektin e barit. Sa herë hapni gojën.